Ilir, të përshëndes, ashtu sikur se theti jam pranë me zotin Ledio Bra, antar i Komisionit Ankimeve dhe Sanksioneve në KQZ. Sa takon procesit ka vijuar me ritme pak a shumë të njëjta edhe si ditën e djeshme, gjatë ditës sotme të 24 grupet e numërimit kanë vijuar duke hapur kutit e njësisë numër 1 në kryeqytet, pra dal nga dal po afrohet duke u hapur dhe kutit e qytetit të Tiranës, pasi deri në këto momente kanë qenë duke u numëruar Bashkia Kamës dhe rrethinat e kryeqytetit, dhe nga sot nis po themi hapja e kutive të qytetit, aty ku pritet të ketë edhe ndoshta një intensitet më të lartë, pasi edhe qendrave të votimit kanë qenë me më shumë votues. Por për gjithë këtë proces, problematikat që mund të jenë hasur apo dhe vështirësitë që kanë pasur numërimi, unë kam zotin Braho dhe pikërisht pyetjen e parë kam zotin Braho. Jemi në ditën e 4 për të rinumërimit për Tiranën. A kemi sot një ide më të qartë se kur përfundon Tirana? Tani ne jemi munduar që ditë pas dite të rrisim ritmin, duke qenë se dhe numëruesit që i përkasin administratës KQZ-s tani janë më të njohur me procesin, kanë fituar eksperiencë lidhur me këtë. Por duhet kemi parasysh që Tirana për shkak të fletës votimit, numrit madh të kandidatëve, sepse siç ju e dini, po numërohen fletët si sa i përket subjekteve, ashtu dhe kandidatëve. Fleta e votimit e Tiranës ka rreth 500 kandidatë që janë listë preferenciale dhe vetëm ndarja e tyre, kalimin kamera, flet për flet, sqarimi vëzhguesve her pas here që në përgjithësi kanë qenë shumë përqendruar tek votat e kandidatëve sesa të subjekteve, ka bërë që procesi të marrë kohë. Megjithatë duhet të them që sidomos kutitë e votimit që përkasin rrethinave të Tiranës kanë qenë voluminoze, kanë pasur 600-700 flet. Kështu që tani kemi hyrë në pjesën e Bashkisë Tiranë, më konkretisht besoj jemi tek njësia 1 e Bashkisë Tiranë. Po ecet me ritëm tjetër, por megjithatë besoj që duke filluar nga java tjetër do të ecet më shpejt dhe shpresojmë që deri në fund të javës tjetër ta kemi mbyllur qarkun e Tiranës. Ne pam gjatë ditës sotme që zoti Celibashin për herë të parë po themi që është paraqitur në ambientet e Pallatit Sportit Farie Hoti, përveç komunikimit që pati me administratën e KQZ-s dhe numëruesit, zhvilloi po themi edhe një mbledhje apo bisedë, nëse mund ta quaj, edhe me antarët e KAS-it. Nuk e di nëse mund të publikohet ose të diskutojmë ndonjë nga ajo se çfarë u diskutua. Bisedat kishin bënë me proceset dhe mënyrën se si mund të rritet ritmi, duke qenë se është me administratën e KQZ-s dhe zoti Celibashi është drejtuesi administratës KQZ-s. U vendos që grupet e punës tani të jenë përcaktuara për gjithë javën, pra ne do e dim që sot se kush do jenë grupet e punës për gjithë javën që vjen, në mënyrë që të jemi më të qartë me faktin se si do të ecet me këtë. Pra gjithë biseda u fokusuar tek pjesa e ritmit, në mënyrë që procesi të mbarojë sa më shpejt dhe që të mbarojë dhe faza ankimore, sepse pa mbaruar faza ankimore nuk mund të kemi një certifikim të rezultatit. Kështu që biseda në këtë pjesë ishte dhe besoj do shihet javës tjetër. Tani do kemi parasysh ritmet nuk është se do ketë një ndryshim shumë të konsiderueshëm, por prapë të japim një ritëm tjetër në mënyrë që 20 kuti më tepër në ditë ndoshta. Tani synimi është që çdo tavolinë numërimi të bëjë 8 deri 10 kuti në ditë. Dhe duke pasur parasysh numrin prej 24 tavolinash numërimit, janë të gjitha funksionale, besoj se mbarojmë javës që vjen. Gjithmonë për Tiranën, më pas për Fierin. Flasëm për Tiranën, qarku Fier dhe pjesërisht qarku Durrës që do të rihapen, besoj do të jenë më të shpejt për shkak edhe të numrit më të vogël kandidatëve, të fletëve votimit që kanë numër më të vogël kandidatësh, kështu që besoj do të ecet më shpejt dhe do kemi parasysh që eksperienca e fituar me Tiranën do i ndihmojë numëruesit edhe për këto dy qarqe.